Ade Xhavarina, Adeu I famshëm nga përputhen nga Big Brother, po jo Big Brother VIP Albania, I ka qenë në Big Brother VIP Kosova. I famshëm shumë sepse ka qenë edicionin e suksesshëm të përputhen, ku dolën shumë personazhe të njohur. U diskutua gjëre gjatë nga media të rozë për lidhjet e tij dashurore, u diskutua për praninë në Big Brother VIP Kosova, për një flirt me Xhulianën e famshme Xhuliana Nuraj, por kur doli prej andej, Adeon për hiret e tij, për mënyrën e tij të sjellurit para kamerave, u angazhua në videoklip dhe tarifa Adeut është po ashtu rreth 500 euro për sa I përket pranisë së tij në një videoklip. Okej, me sa informohem nga këngëtarë të ndryshëm, Adeu vepron edhe me miqësi, pra në qoftë se ju keni patur rast për ta njohur Adeun apo ka një dashamirësi ndaj jush, Adeu është nga ato më tregojnë këngëtarët që thonë që nuk dua asgjë, erdha për respekt, erdha për kënaqësinë që të punoj me një këngëtar apo këngëtare të njohur, pra është dhe kjo ana tjetër. Ka edhe model apo personazhe të njohur të cilët nuk kërkojnë mbrapsht shpërblim, por vinë aty për kënaqësinë, për të qenë pjesë e një projekti muzikor. Ky është rasti I Adeut. Megjithatë, çmimi zyrtar për prani është tek, pra deri tani jemi tek 500 euro shpërblim, që është një çmim jo I vogël për Shqipërinë, duke patur parasysh nivelin e Shqipërisë, por nëse do të shkojmë në Itali, një model për të marrë pjesë në një klip muzikor në Itali paguhet nga 1.000 deri në 3.000 euro. Vetëm se në Itali, xhirimet e videoklipit zgjasin disa ditë. Kështu që po ta pjestojmë 3.000 euro për disa ditë xhirime, 500 euro që marrin modelet apo personazhet shqiptar, nuk është një çmim I ulët. Për të arritur tek një personazh I cili e shfrytëzoi mirë momentin kur doli nga Big Brother VIP Kosova. Dhe ai është Azem Gagi.